Aktualisht situata vazhdon të jetë e qetë, por në veriun e Kosovës është të bisht, për shkak që ne kemi një numër të madh të personave të cilët kanë qenë të përfshirë në rastin e Banjskës, e të cilët janë ikur në Serbi edhe mbruan nga pushteti aktual. Andaj derisa ata nuk vënë llogari për veprat që kanë bën, gjithmonë është potencial rreziku që ata nesër pastaj do të mund të sulmojnë vendin tonë, sulmojnë kufit tonë, sulmojnë policinë tonë apo institucionet tona që veprojnë në atë vend. Situata vazhdon të jetë e qetë aktualisht, mirë po ne duhet të jemi të kujdesshëm sepse mund të ketë edhe ndonjë problem në të ardhmen që mund vije për të kufive. Po brenda kufive akoma ka ndonjë individ disa mbetërina grupe që kanë mbetë të këtyre strukturave, të cilat shteti i Kosovës i ka shpallur si struktura ilegale dhe po ashtu struktura terroriste, edhe që të cilët me shumicë janë larguar nga Kosova, po kanë akoma individ me cilët ko paskuaj i dirigjojnë për të kryer sulme apo për të kryer akte kundër interesave tona në veri të vendit. A mund të ketë sulme të tjera, edhe nuk përjashtohet kjo mundësi. Aja që mund ju garantoj që ne kemi një kontroll të mirë në veriun e Kosovës, kemi një bashkëpunimshtirje të mirë gjithandaj në veri të vendit dhe kemi kapacitete të shumë fishuara të policisë Kosovës me qëllim të ballafaqimit çfarëdo sulme që mund të jetë. Ne kemi kapacitete, kemi informacione, kemi inteligjencë, kemi një koordinim të mirë me bashkësinë ndërkombëtare në këtë rast me KFOR-in dhe EULEX-in, kemi një koordinim të mirë me partnerët tjerë sigurisë, kemi një koordinim të mirë me Agjencion Kosovar për Inteligjencë, me të cilët shkëmbejmë në bazat ditora javore informacione që ndërlidhen me kërcënimet ndaj sigurisë tonë e vështërisht në veri të vendit. Kështu që koordinimi është i mirë, vullnetin dhe motivin policëtar kanë shumë të lartë, janë të pajisur me pajisjet e nevojshme që i duhen për të kryer detyrën atje. E pastaj urojmë që të mos kemi të lashe, po nëse ka do të jemi gatshëm të dalim ballë çdo sfide, çdo probleme që mund ta kemi përpara. Aktualisht nuk kemi ndonjë problem, zyrtarët tonë policor kryejnë detyrat atje. Disa prej tyre janë takuar me kryetarët e komunave, kam biseduar se si duhet të bashkëpunojnë niveli lokal dhe niveli i stacioneve policore. Nuk kemi ndonjë të lashe aktualisht, shpresoj të mos kemi as ardhmen, mirë po duhet me kuptuar që kompetencat e kryetarëve të komunës janë të limituara në karshi policisë Kosovës. E drejta e një kryetari të komunës është, sidomos te pjesa e komunave që janë me shumicë jo shqiptare, që të propozojnë në fakt që të zgjedhin ose të aprovojnë një propozim nga drejtori i policisë dhe ministri i brendshëm për një komandant stacioni policor. Këto përfundojnë të drejtat e një kryetari komune për ndërhyrje në punët e sektorit sigurisë. Të gjitha të tjerat, po ashtu kryetari i komunës e ka për obligim të themelojë Këshillin Komunal për Sigurinë Bashkësi, i cili duhet të mblidhet një herë në muaj për të diskutuar situatën e rendit publik, sigurinë publike në komunën e caktuar. Pjesë e këtij Këshilli duhet jetë edhe komandanti stacionit policor, ku diskutohen problematikat kriminale dhe problemet tugri tjera negative, të cilat e shqetësojnë komunitetin në atë zonë asaj komune, edhe bashkërisht me kryetarin e komunës, bashkërisht me institucione tjera, me vullnetarët të cilët janë pjesë e këtij këshilli, duhet me gjetë çështje preventive me qëllim të parandalimit as adresimit brengave të sigurisë që qytetarët mund të kenë. Po kaq që do të thotë janë kompetencat e një kryetari komune, jo vetëm në veri, po kudo që në Kosovë. Ne duhet kemi partneritet në bashkëpunim me çdo kryetar komune. Kemi pasur numër të madh të rrugëve legale që janë veri të vendit, e ne duhet të monitoruar ato 24 orë me prezencën tonë policore me qëllim që të mos vije deri te rasti bankës, mos vije te kontrabandat me kamione me mondra të mëdha që pastaj ndikojnë negativisht edhe në ekonominë tonë, në taksat tona, krijojnë një farë jo formaliteti në vendin tonë. Kështu që ne do të kemi prezencë njësive tona atje, aq sa është e nevojshme. Domthonë çdo dislokim i njësive tona speciale bëhet në bazë një vlerësimi operacional dhe një vlerësimi analizës të mirë që bëhet nga inteligjenca jonë në bashkëpunim me gjithë departamentet e policisë. Prezenca jonë nuk është atje numerike e madhe, po gatishmëria është jashtëzakonisht e madhe dhe po ashtu efektshmëria edhe reagimi jonë është shumë i shpejtë.